Në pjesën e pasme të stadiumit flamurtar ndodhet aneksi i harruar i ekipit. Një vend ky ku vitet e mëparshme janë stërvitur aty futbollistët e ekipit të flamurtarit, por edhe djemtë e Vlorës, emra legjendar që shkruan historinë e futbollit vlonjat. Sot ky vend mund të quhet gjithçka tjetër, por vetëm një fushë stërvitore jo. Kjo për shkak të gjendjes së tij as pak të përshtatshme për një fushë futbolli. Një vend i cili fare mirë nëse do të ishte funksional, do të stërviteshin aty futbollistët e ekipit të flamurtarit, por edhe ata të akademisë. Ky është aneksi i klubit flamurtari ku duhet të stërviteshin djemtë e ekipit të flamurtarit, por edhe akademia. Por siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, prej vitesh ky aneks është jo funksional, i mbuluar nga barishtet dhe nga shkurret. Ndërkohë që shumë pranë stadiumit është një territor që mund të kthehet fare mirë në një fushë stërvitore, lojtarët e ekipit të flamurtarit dhe ato të ekipeve të moshave stërviten te fusha në pyllin e Sodës, disa kilometra larg stadiumit. Aneksi i futbollit flamurtari është kthyer sot në një vend ku mbizotrojnë barishtet dhe shkurret. Ndër vite aty nuk ka patur as minimumin e mirëmbajtjes për këtë fushë sportive, për ta vendosur edhe në dispozicion të komunitetit aty pranë. Qyteti i Vlorës ka mungesë të theksuar të terreneve sportive, por nga ana tjetër edhe ato fusha të tjera sporti që janë nuk shfrytëzohen. Aneksi i futbollit flamurtarit së bashku me stadiumin është pjesë përbërëse e projektit Vlora Sport, për të cilën nuk ka as informacione se do të realizohet një ditë. Për këtë arsye, ky aneks futbolli do të vijë të qëndrojë në të njëjtin gjendje edhe në ditën e vazhdim.